Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mbrëmjen e kaluar në Maniago të Italisë, ku 22 vjeçari shqiptar Daniel Tafa ka humbur jetën pas një aksidenti të rëndë në punë. Rreth orës 1:30 të mëngjesit, Danieli, i lindur në Pordenone, po punonte me një makinë për shkrirjen e ingranazheve industriale, kur një kallëp i nxehtë dhe i kuq shpërtheu dhe e goditi në shpinë, duke i shkaktuar vdekje në çast. Punëtori i ri, i cili më 24 mars kishte festuar ditëlindjen si 22 vjeçar, kishte rifilluar turnin e natës në fabrikën STM SRL, një kompani që merret me shkrirjen e nxehtë, kur ndodhi aksidenti tragjik. Kallëpi që po punohej në temperatura shumë të larta u shkatrua dhe një copës e goditi punëtorin. Nuk është ende e qartë nëse kjo ishte për shkak të një mosfunksionimi të makinës apo një manovre të gabuar. Hetimet për shkaqet e shpërthimit të kallëpit dhe aksidentit janë duke u zhvilluar nga karabinierët, të cilët kanë sekuestruar uzinën dhe janë duke analizuar mundësitë e një mosfunksionimi të makinës apo një manovre të gabuar.